fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Ajo ndroi fletën e kalendarit. Fleta e re që ishte muaj shkurt, duke sikur e shihte atë e dekoruar me zemra e trafila roz. Mos ishte për ditën e Shën Valentinit? Mos ishte për dashurinë? Edhe pse ajo ishte në fund të adoleshencës, duket sikur asnjë nuk ishte lidhje. Në dëshpërimin e saj, në vend që dilte për të pirë, ndezi kompjuterin për të dëgjuar një zë që kishte dëgjuar një program të krishterë radiofonik. Dhe më pas na shkroi. Është mesi i natës dhe vendosa tani t'ju shkruaj. Ajo që më shqetëson, jam unë vetë. Kush jam unë? Jam 19 vjeçe. Nuk e kam as nënën dhe as baban. Jam më e vogla nga 9 fëmijët. Kam 2 fëmijë që i dua, dhe janë arsyeja pse jetoj. Ju lutem më shkruani edhe ju. Si mund të ishte e bindur ajo që Perëndia e donte? Sigurisht jo me anë të rrethanave me të cilat jetonte. Ajo nuk ishte njohur shumë dashuri, veçse përmes 2 fëmijëve të saj. Vetëm një gjë do të ishte bindje mjaftueshëm për ta ndihmuar atë në mjerimin e saj. E vërteta që Perëndia e donte. Perëndia e donte aq shumë sa dërgoi birin e tij Jezusin. Dashuria e vërtet që kushtonte, që nuk varej nga performanca e saj. A gjendeni edhe ju në rrethana të tilla? Të gjithë në jetën tuaj ju kanë zhgënjur. Ndjeni sikur ju kanë përdorur e pyesni pse ekzistoni në këtë tokë. Lejoni t'ju siguroj që Perëndia ju do. Ai ka një qëllim për jetën tuaj që do të shpalosat ndërsa ecni çdo ditë me të. Nuk do të jetë gjithnjë e lehtë, por ndërsa mbaheni tek ai në kohë të vështira, do të mësoni se ai do ta drejtojë jetën tuaj. Si tha edhe shkrimtari i Psalmit 57. Unë do t'i thëras Perëndis shumë të lartit, Perëndis që kryen çdo gjë për mua. Nëse jeni në një pikë dëshpërimi, mos dorëzoni. Mbusheni zemrën tuaj me sigurinë që Perëndia që vdiq për ju nuk ka për t'ju braktisur. Ai do ta përmbush qëllimin e tij në jetën tuaj, ndërsa i thërisni atij. Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.